Duaja e udhëtimit, mbrojtja e padukshme. Që nga fillimi i kohës, njeriu ka qenë një udhëtar i pashërueshëm. Ne udhtojmë për të gjetur një jetë më të mirë, udhtojmë për të takuar njerëzit që duam, udhtojmë për punë, për dije, apo thjesht për të eksploruar bukuritë e kësaj bote të madhe. Rruga ka një magji të veçantë. Ajo zgjeron horizontet tona dhe na ndryshon brendësinë. Por çdo udhëtar e di se rruga mbart edhe një të fshehtë tjetër, të panjohurën. Sapo lëm pas pragun e shtëpisë tonë, ne lëm pas zonën tonë të rehatisë dhe sigurisë. Çdo kthesë e panjohur, çdo fluturime së reve, çdo autostradë gjatë, mbart në vete të papritura. Në ato momente, kur jemi larg të afër mbetande e të ndarë nga përditshmëria, ne kujtojmë se sa të pafuqishëm jemi në të vërtetë. Kush na mbron kur jemi me qindra kilometra larg shtëpisë? Si mund ta shndërrojmë ankthin e rrugës në një paqe të thellë shpirtërore? Përgjigje fshihet tek sekreti i duas së udhëtimit. Zoti i gjithësisë, në Kuranin famlart, nuk e sheh udhëtimin thjesht si një lëvizje fizike. Për atë, udhëtimet e gjata janë një mundësi e artë që njeriu të reflektojë, të shikojë shenjat e krijuesit në tokë dhe të kuptojë madhështinë e tij. Allahu i madhëruar na nxit në shumë ajete që të udhtojmë me sytë e zemrës hapur. Ai thotë: Thuaju, udhëtoni nëpër tokë e shikoni se si ai e ka filluar krijimin, pastaj Allahu e zhvillon krijimin e dytë, ringjalljen. Vërtet, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Surja Ankebut 20. Po ashtu, kur flitet për mjetet e udhëtimit, qofshin ato kafshën të kaluarën, apo makinat, trenat dhe avionët e kohës tonë, Zoti na kujton se ato janë një mirësi e madhe prej tij, e cila kërkon mirënjohje. Në surën Zuhruf, krijuesi na mëson se si duhet të jetë gjendja jonë shpirtërore kur hipim në një mjet udhëtimi, duke na thënë se duhet kujtojmë atë dhe të themi: I patëmeta është ai që i nënshtroi këto për ne, sepse ne vetëm nuk mund ta bënim këtë. Dhe vërtet, ne te Zoti ynë do të kthehemi. Surja Zuhruf 13-14. Përpara se të nisemi në një udhëtim të gjatë, ne bëjmë gati valixhet, kontrollojmë mjetin, marrim dokumentet dhe sigurohemi që nuk kemi harruar asgjë. Por cili është udhëzimi i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të për përgatitjen e vërtetë? Profeti alayhis salam na ka mësuar se udhëtimi fillon që brenda shtëpisë, me pastrimin e qëdimit dhe rregullimin e raporteve me njerëzit. Përpara se të niset, udhëtari duhet të kthejë amanetet nëse u ka borxh njerëzve, të kërkojë halallëk dhe të pajtohet me ata me të cilët ka pasur mosmarrveshje. Gjithashtu tradita profetike na mëson të mos udhëtojmë të vetmuar nëse është e mundur. Profeti alayhis salam ka këshilluar që kur njerëzit udhëtojnë së bashku, të zgjedhin një lider, një emir të udhëtimit për të mbajtur rregullin dhe harmoninë. Dhe në çastin e ndarjes kur shtrëngohen duart, profeti alayhis salam na la një amanet të mrekullueshëm. Ai thoshte udhëtarit: Po ja lë në amanet Allahut fen tënde, amanetin tënd, besueshmërinë dhe përfundimet e veprave të tua. Ndërsa udhëtari i përgjigjej: Të lënçi në ruajtjet e Allahut, atij që nuk i humbin kurrë amanetet. Sa mirënjohje e bukur shpirtërore përpara nisjes. Dhe vjen çasti i nisjes. Mjeti ndizet ose avioni nis lëvizjen. Kjo është koha kur udhëtari musliman lidhet drejt për drejt me qiejt, përmes njërës prej duave më të bukura që ka thënë ndonjëherë goja njerëzore. Profeti Muhammed alayhis salam, kur nisej për udhëtim, thoshte 3 herë: Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, dhe pastaj lutej: O Allah, ne të kërkojmë ty në këtë udhëtim tonin mirësi dhe devotshmëri dhe vepra me të cilat ti je i kënaqur. O Allah, ne e bëj të lehtë këtë udhëtim tonin dhe ne e bëj të afërt të largësinë e tij. O Allah, ti je shoqëruesi në udhëtim dhe kujdestari i familjes sonë. O Allah, kërkojmë mbrojtje tek ti nga vështirësitë e udhëtimit, nga pamjet e trishtueshme dhe nga kthimi i keq në pasuri dhe në familje. Mendojini thellësinë e këtyre fjalëve. Ti nuk po nisesh vetëm. Ti po i kërkon Zotit të gjithësisë të jetë shoqëruesi yt në rrugë dhe në të njëjtën kohë të jetë kujdestari i shtëpisë që ke lënë pas me qindra kilometra larg. Kur kjo dua thuhet me bindje dhe me zemër të pastër, një qetësi hynore zbret mbi udhëtarin. Rruga nuk duket më e frikshme, sepse nëse diljen pranë teje, në çdo metër që përshkon, ti je në mbrojtjen e atij që nuk flet kurrë dhe që kontrollon çdo atom të këtij universi. Por sekreti më i madh i udhëtimit të gjatë nuk është vetëm mbrojtja.
Është një mundësi unike që nuk duhet humbur. Profeti Muhammed alayhis salam na ka zbuluar një sekret që duhet ta di çdo udhëtar. Ai ka thënë: 3 dua janë të pranueshme pa asnjë dyshim. Lutja e prindit për fëmijën e tij, lutja e të shtypurit të cilit i është bërë pa drejtësi dhe lutja e udhëtarit. Gjatë udhëtimit të gjatë, kur trupi lodhet dhe shpirti vishet nga mendjemadhësia e përditshme, njeriu bëhet më i sinqert. Në ato momente, distanca mes teje dhe arshit të Allahut shkurtohet. Mes duasate dhe pranimit të saj nuk ka asnjë perde, asnjë pengesë. Prandaj o udhëtar, mos e kalo rrugën vetëm me muzikë, me filma apo me biseda të kota. Shfrytzoje atë kohë të artë, lutu për veten tënde, lutu për prindrit e tu, lutu për fëmijët e tu, kërkoj Zotit të zgjidhje për problemet e tua, sepse je në statusin e një mysafiri të veçantë të gjithëmëshirshmit, lutjet e të cilit nuk kthehen mbrapsht. Në fund të çdo udhëtimi, sado i bukur apo i vështirë të ketë qenë ai, gjëja më e bukur është kthimi në shtëpi. Ndjenja e sigurisë kur kalon pragun dhe përqafon të dashurit e tu është e papërsëritshme. Kur profeti alayhis salam kthehej nga udhëtimi dhe shihte qytetin e tij, ai shtonte këto fjalë në duan e tij: po kthehemi, po pendohemi, po adhurojmë dhe po falënderojmë Zotin ton. Por ky dokumentar na kujton edhe diçka më të madhe. Kjo jetë që po jetojmë, që nga dita që lindim e deri në ditën që mbyllim syt, nuk është gjë tjetër veçse një udhëtim i gjatë. Ne të gjithë jemi udhëtar në këtë tokë. Shtëpia jonë e vërtet, vendi nga i cili e ka origjinën babai ynë, Ademi alayhis salam, është xheneti. Ashtu siç përgatitemi për një udhëtim disa ditor në këtë botë, le të përgatitemi edhe për udhëtimin e madh drejt amshimit. Le të marrim me vete valixhen e veprave të mira. Le ta shoqërojmë çdo hap tonin me duan e sinqertë dhe le të qëndrojmë në rrugën e drejtë. O Zot, bëhu shoqëruesi ynë në çdo rrugë që shkelim në këtë botë. Na ruaj nga të papriturat e këqija. Në këtë shëndoshe mirë pranë familjeve tona dhe, mbi të gjitha, në bëj prej atyre që në fund të udhëtimit të madh të kësaj jete, do të kthehen të sigurt dhe të shpëtuar në shtëpinë tonë të përhershme, në xhenetin tënd të gjerë.